Zoti Meksi, ju keni folur vazhdimisht për Akshin, që janë zhvillimet e fundit për ju? Janë vijimi e timet në kuadrë të kësaj që besoj është akoma në fazat e para, pavarësisht se janë me rezultate të ndjeshme që tani, ka akoma shku punë për të bërë, besoj, për të shkuar drejt një zbardhje sa më të saktë të kësaj afere. Qa do kishe, Klodi? Jo, unë kisha diçka për Zotin Meksi. Zotin Meksi, ju jeni pronari televizionit ku ne po flasim, edhe sigurisht unë ju e dini nga natyra nuk kurse jaskënd, edhe nuk do t'ju trajtoj si pronari mësë në televizion, po si gjdo individ që do të përballesha për një çështje. Ju keni dhënë një dëshmi të gjatë përpara prokurorisë posaçme dhe sigurisht interesat e prokurorëve në ato pak informacione që unë kam kanë qenë të detajuara, por pyetja ime për ju është e drejtë për drejtë. A keni patur ju pretendime, apo keni ju pretendime personalisht për kërcënime të mundshme në adresën tuaj nga Ergyes Agasi apo persona të lidhur me krimin organizuar për t'ju kërkuar apo shantazhuar për të tërhequr nga tendrat e Akshit, sepse edhe ju vetë keni patur, keni aplikuar, nuk e di pastaj sa keni fituar, të thash dua të jem shumë e drejtë për drejtë dhe shumë e qartë që ta kuptoj dhe opinioni publik. A e keni ngritur këtë pretendim në prokurori dhe nëse ka patur një shantazh të mundshëm, përse nuk e keni denoncuar më herët? Kërcënime për jetën, nëse e keni të sens, jo, e kam thënë dhe me parë në studion e yllit dhe disa e kena ndalje. Me ka thënë. Kërcënime në sensin e familjes, në çfarë forme fizike mund të nënkuptosh, nga Ergyes Agasi për Sterio. E kam akuzuar Ergyes Agasi vetëm për dotën e aktit, nuk e kam akuzuar për kërcënime. Ergyes Agasi dhe unë kishim një marrëdhënie në tentativë për biznes, nuk u realizua kur, kështu që unë e kam thënë kësaj herë Klodi që nuk mundem dot t'i vej fajt për kërcënime. Shansi im i madh është që dështuam në kazak kaq. Po pse jeni tashmë kaq i interesuar për dosjen e Akshit, sepse duket Zoti Meksi sikur ju tashmë e keni një betejë personale, jo një betejë të një media e cila në fakt do duhet të jetë e pavarur në përballje me një çështje të caktuar. Do të thënë po, ndjes. Vazhdoj. Jo, se duket, pra unë që e shikoj nga jashtë, dhe për një moment marë sikur ne të dy nuk kemi njohur kur, edhe prandaj dua t'ju trajtoj thash, do t'ju trajtoj si njëri që nuk kemi takuar kur në jetën tonë. Atëherë, përse e nisët këtë betejë sot? Është një betejë, pra u kriz biznesi mes jush, çfarë nuk shkoi mes ju të dysh, që tashmë ju... Jo, po, ka dhe një përgjigje, disa herë, dhe thot që unë jam një biznesmen, thot Meksi, po patjetër, thënë vazhdimisht dhe jam në punët e mia. Patjetër. Okej, po e ka dhe disa herë. Dhe unë s'po i presje gjës që thot Zoti Meksi. Edhe këte paka shumë e ka thënë disa herë, edhe një herë në studion time, ndaj Ndryra, Jo, patjetër. Ndryra, sepse e ka thënë një edhe në studion time, po dhe më përpara që është në punët e të vetat biznesit, dhe nuk do ndalohet pse ka dhe televizion. Klodi ka pjesërisht të drejtë, kuria këto të përshirët time ka qenë para arsye personale, dhe unë e kam thënë disa herë, pa dashur të zbuloj më shumë, sepse nuk është besoj as në interesin e publikut, as korekte për personat përfshirë, por nga momenti i parë tutje ka qenë totalisht pse jo, për çfarë arsye ti, kolegu Ferdinand, Xhevi Ylli, nuk do t'jep një arsye për motivet e juaja. Pra ju e supozoni që jeni gazetar dhe unë, meqenëse jam gazetar në zanat, nuk do të flas për dosje. Unë gjykoj që për një kohë të gjatë, për shumë tema që kisha intereset mia, kam hezituar të flas edhe nga një ndjenjë kompleksi e krijuar dhe nga tipa si Gysi në një negocim permanent interesash. Me atë rrugë është e qartë që dështova dhe thyva brinjat, që është problem të tjetrën. Zoti Meksi, ju keni qenë në një farë mënyre një ndër njerëzit që keni aplikuar ose keni patur interes për të marrë tendrat e Akshit. A mund të thoni me qenë se ju e njihni atë institucion, çfarë ndodh aty zotri që t'ja themi publikut, se ne e shohim nga dosjet, ju e keni përjetuar. U kthym shumë prapa sa ngjarjet e fundit përgjithsisht. Nuk e njëja as 2% të asaj që njoh nga ajo dosja në sensin e vërtetësisë. Njëja fashethemet të IT-ve, bisedat tona nëpër kafene, po gjithmonë ishin pa provuara, ishin çështje perceptimesh dhe çështje inatesh, mlefesh, siç ndodh shpeshherë,
për punë të prishura. Që ka tjetër këndvështrim si e njohim ne nga tregu, ku kemi dëgju historira sa të duash dhe kemi perceptime pazaresh, por këtë gjë është kur lexon mbi bazë dokumentash. E pjesa e punës time si detuesi një media, është e qartë që unë kam ceduar shumë herë kur nuk kam shkuar deri në fund atyre kërkesave për informacion dhe këtë përpiqemi të korrigjojmë sa radhë këto ditë. Nuk shoh ndonjë arsye pse do të lënë hapësirë edhe konkurrentëve, e kam thënë të ylli herë në fundit para 10 ditësh të gjën. Nuk shoh ndonjë skrupull te kjo pjesë, para aq kosta gjërat që bëjmë janë të lishme dhe të sakta, dhe unë përpiqem shumë të jemi saktë në çfarë them, edhe për të mos shkelur të limitin mes biznesmenit të IT-s dhe biznesmenit të medias, por nuk shoh asnjë arsye pse të hesh për gjëra që njoh dhe e di dhe që mund t'i lexoj. Kam dashur këtu për të zënë vendin apo zëvendësuar asnjë nga ju, se nuk është ky qëllimi. Është thjesht jap një mendim më shumë. Sa e kam hapësirën. Nuk më ka ftuar top channel, se po të ftonin do të qenë pjesë dhe inside story dje. Top channel 2-3 herë të temë dhe i quan ta mbaroj këtë pak më vonë ta bëj edhe një. Pastaj që e trajtove mirë Meksin me qenë se është pronari i televizionit. Jo, jepi këtu. Zoti Meksi, a e konsideron Ergyes Agasin Epsteini shqiptar për sa kohë ai ka filmuar personazhet e caktuar në zyrën e tij? Ne kemi parë vetëm ca video, aty ndoshta mund të ketë video të tjera të natyrave të ndryshme, nuk dua t'i përmend termat se ndoshta s'do të ishte etike nga ana ime, po ju vetë si e konsideroni edhe për faktin se e keni njohur nga afër. Sepse në fakt 2 herë në jetën time profesionale, 2 momente kam hasur në çështje të faktit që personazhe të kësaj natyre, të kësaj kategorie, të kenë shkuar deri në filmime. Ka qenë rasti të ndjerit Dritan Prifti, që ju e dini si shkoi historia, tentoi të groposte shokun, groposti dhe veten më pas, dhe është rasti i dytë Ergyes Agasi që në thelb më duket kanë qenë dhe të njëjtën parti. Ju si e keni parë në raport me atë dosjen e bujshme të Shteteve Bashkuara? Pra apo shantazhon Ergyes Agasi ndoshta personazhe të caktuara dhe përmes videove intime, pra t'i bie shkurtë edhe shumë qartë. Videove seksuale ke fjalën, apo e them unë se mbaj gjobën vetë. Kështu që jemi më të drejtë për drejtë. Po nëse ke lekë ta paguash bëje. Nuk di ta them nëse e ka bërë këtë gjë. Nuk kam asnjë informacion. Pardon, këto gjë dokumentat e kupton, po i bëm pyetje shumë sikur ky është prokuror. Ky ka dëshmuar një aty, po gjërat... Po se tani zoti Meksi nuk është si unë dhe ju, zoti Rakipi. Ka shkuar aty, kanë bërë ca pyetje, ka parë ca rrethana të reja. Nuk i tregon ato ky sepse... Ka qëndruar 5 orë aty, madje kur doli ngatroi dhe derën. Meksi? Po Meksi, ngatroi dhe derën. Se unë po e vëzhgoja në distancë, e kupton? Po të dukej me puro që t'na jepte... Derës aty është normal, ashtu është derë. Është ashtu, okej. Mund bëj një pyetje. Edhe një pyetje se... Mendon... Unë s'kisha gjë se... Jo, pyetjen e Klodit, se lëmë të tisa... Nuk ju përgjigj. Kjo futi dhe Epsteinin tani dhe që të them unë i shkretit. Epsteini, ai ka kapur dhe gjithë mitrit. Nuk kam asnjë djeni për shantazhin të tjetër në video seksual. Mos i bim në qafë. Po, Zoti Meksi, mendoni që dëshmia juaj ka ndikuar te këto veprime hetimore që ka bërë SPAK këto ditët e fundit në raport me dosjen e Akshit? Po them pyetja e Trenovës, rithirja e Mirlinda Karçanajt. po dhe këti Trenovës. Apo jo? Kam asnjë perceptim, Xhevi. Nuk ka asnjë perceptim. Edhe një pyetje tjetër teknike kam. Si përcaktohet fondi një limit në një tender të Akshit, sepse nga ajo biseda mes Mirlinda Karçanajt dhe Ergyes Agasit thuhet nga 2 bëje 4. Domethënë kush e vendos që një tender, ku e di unë, për një sistem duhet kushtoj 4 milion. Si është procedura? Grupi i punës që krijohet nga autoriteti kontraktor kërkon në treg një kampion ofertash në një numër të caktuar dhe bëhet një vlerësim i tyre për nxjerrje mesatare, që është logjika e fondit të mirë. Kjo është bërë më përpara edhe në fazën buxhetore, pra në nëntorin e vitit bëhen përgatitjet, por saksohet në moment final në këtë formë. Ajo 2 nga 4 do të thotë që personat që kanë çuar ofertat, ata që kanë gëzuar, janë instruktuar sa të vëjnë vlerën e ofertës. Domethënë nuk ka një studim fizibiliteti që del vetë nga institucioni, nga Akshi në këtë rast. Te Akshi jo, ka raste projektesh më të mëdha, siç janë rastet e projekteve inxhinierike, që bën dhe studimin fizibiliteti ose projekte ad hoc më kompleks, por pjesa më e madhe e procedurave të IT-s janë në të formë.
E kuptoj. Do të thonë çdo gjë në dorë private. Jo, sepse... Jo, dhe një pyetje do t'ja bëj zotit. Se na ikën Bledi Do Klosi. t'a bëj dhe këtë, po Bledi Klosi do të presi për një pyetje tani se ka dekoruar njerëz të krimit, njerëz të tjerë, po s'do jem pjesën e dytë. Zoti Meksi, duke qenë si ju jeni njohës i mirë i fushës dhe është përfolur shumë për vjedhjen e të dhënave nga ky grup i dyshuar, i strukturuar kriminal, se duhet i themi i dyshuar, për vjedhjen e dhënave personale. A ekziston, ose më saktë, a ka patur sipas jush potencialisht mundësi ky grupim apo grupimet të tjera të vjedhin të dhënat personale dhe sensitive të qytetarëve shqiptar, dhe nëse po, si mund t'i keqpërdori në dëm të tyre të nesërmen kur historia akshit ndoshta nuk është kaq e rëndësishme. Kujtojmë këtu aferën ose skandalin me Timsin, kujtojmë këtu rrjedhjen e dhënave personale, i njëjti personazh gjithandej Ermal Beqiri që del te Timsi, Ermal Beqiri që del te Video X, Ermal Beqiri që del te Video Y, pra nëse u kthehemi pas në kopra, e kanë potencialisht të mundur t'i kenë marrë të gjitha këto dhëna dhe t'i keqpërdori në dëm qytetarëve? Prova për dhënë një përgjigje afirmative në sensin teknik nuk kemi Klodi. Perceptimi im ka qenë i tillë, është i tillë shumë më shumë këtë periudhë, pra këto 2 muaj, dhe edhe kur kam folur më parë kam thënë që po, jam i mendimit që e kam bërë këtë gjë. Deri më sot nuk kemi perceptim rastesh tek personave privat, pra nuk ka dalë askush në dukje që të thotë që më ka ndodhur një incident me dhëna personale, përveç rasteve të kadastrës ku kemi perceptim të ndryshimit të regjistrave në favor të një klani, le të themi, për tjetërsimin e tyre. Po në tjera raste nuk kemi. Por prandaj dhe unë kam thënë që më shumë se sa dëme ndaj personave tek e tek kanë qenë për efekte shantazhi. Jo tek personave, por shantazh njësive të shtetit. Pra që nga personat përgjegjës të institucioneve, që nga personat përgjegjës për tenderat, që nga antarët e KVO-ve e kështu me radhë. Nuk mendoj se kjo strukturë kriminale e akshit ka proceduar duke paguar, siç është perceptimi i njerëzve nga jashtë, që ky leku që merret përdoret për të paguar gjithë parat në proces, lekët shumicën i kanë mbajtur vetë, palët e tjera kanë qenë të shantazhuara. Faleminderit. Ky është çështja e akshit si shumë çështje tjera, kjo nga më të rëndësishmet është zhvillim dhe ne do ta kemi siç do të jenë zhvillimet në ditët në vijim. Zoti Meksi, faleminderit për rëndësimin. Faleminderit juve.